se begatia më e madhe që ka njeriu është kur Allahu e udhëzon në Islam. Kur e bën të mundshme ta kupton se shpëtimi i tij dhe jeta e lumtur e tij është vetëm me Islam. Çfarë sipas konceptit apo sipas botkuptimit Islam do të thotë devijim pas udhëzimit, apo kur mundemi të themi se një njeri ka devijuar, ka lajthitur, është larguar nga rruga e drejtë pasi që ka qenë i udhëzuar? Fillimisht bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shfrytëzoj rastin me falendëruar Allahun te bareke ve taala, mi dërgu salavat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Normal që njeriu, siç e prezantova edhe temën apo bash bisedën që do ta trajtojmë, është një periudhë që pas Ramazanit njeriu ka disa vezvese. U vall mos kum deviju, u vall është dobësim, plogështi momentale, apo është një devijim munafiklëk. Realisht definicioni i devijimit është diçka më e madhe se sa plogështia dhe ajo çalimi momental. Që do të thotë devijimi është që quhen dobësi momentale. Po, sikur se i ka ndodhur rasti Handales radhiyallahu anhu, kur siç dihet rasti i tij kur ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka kajt dertin, ka thonë ja Rasulullah, nafaqa Handala, po mendoj që Handala është bu munafik. Edhe këta ja ka prezantu pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Mi po pejgamberi Allahut i ka thonë, çka është brenga jote, mërzia jote? Ka thonë ja Rasulullah, kur jam tek ti, imani është niveli më të lartë. Ndërsa kur po shkojmë te familjarët tonë, te gratë, te fëmijët, imani po fillon të zbehet apo të dobësohet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka thonë ilaçën dhe i ka thonë Handale, nuk është ajo shka duke mendu ti, se po të jesi imani vazhdimisht, sikur që e keni në kohë kur jeni tek unë, atëri kishin zbrit me laçet, me ju përshëndet, me ju dhon selam. Mi po imoni atë çaste. E normal çastet po sa fesa, ato çastet që besimtari i përjeton gjatë Ramazanit, nuk do të thotë që është munafiklëk ose është devijim pas udhëzimit. Normal, ajo çka definicioni i devijimit është diçka më e madhe. Ajo është largimi nga dhuntia e Islamit që ta ka dhuruar Zoti, e cila është dhuntia e Zotit. Jo merite jonja. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimi i takon Allahut për këtë mirësi dhe dhunti që na ka dhënë udhëzimin, se po mos na ka udhëzu ai, nuk ka kush na udhëzon. Domthonë në këtë formë, në këtë format, nëse e kuptojna definicionin e udhëzimit, atëherë edhe devijimi është rezultat i veprave tona. Kur وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dhe kush ja kthen udhëzimit të Zotit, për kujtimit të Zotit, shpinën, atij do t'ja mundsojmë Zot na ruaj se rezultati i veprave të tij në jetë të vështirë. Në këtë rast definicionin atë çka e kisha përkufizuar i nderuam është largimi total, jo i pjesshëm, i Islamit është devijim. Ndërsa çalimi në ndonjë pjesë, ndonjë segment të Islamit, shembull e kinalat dozën e leximit të Kuranit, e kinal namazet vullnetare, namazin e natës ose diçka tjetër, përmendjen e Allahut. Normal ato nuk janë devijim, po ato janë plogështi momentale. Devijim është ka mundësi që ato me qenë një rrugë rrezikshme, e cila dal ndoshta alin atë largimin të plot apo largimin total që e përmendën nga mësimet e Islamit.